9 qershor. Vendosja e të gjitha pjesëve bashk. Ju hetoni shkrimet, sepse ju mendoni të keni në to jetë të përjetshme, dhe këto janë ato që dëshmojnë për mua, mirë po ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetë. Gjoni 5, 39 deri në 40. Një Krishtlindje, familja jonë vendosi të bëhej një familje që do të ndërtonte një lojë me formuese. Bëm gati tavolinën, morëm formuesen më të madhe që mundëm të gjenim dhe I përhapëm të gjitha pjesët e saj. Fatkeqësisht, shumë shpejt e kuptuam se entuziazmi ynë nuk krahasoi fare me detyrën që kishim përpara. Her pas here, njëri prej ne shkonte te tavolina, merrte disa copa, nuk arrinte t'i bashkonte dot dhe pastaj dorëzohej e largohej. Është plotësisht e mundur që ju dhe unë ta studiojmë Biblën sikur po mbledhim copat dhe pjesët e një formueseje, duke mos arritur që t'i bashkojmë ato, dhe kështu nuk e shohim kur figurën madhështore përpara nesh. Me fjalë të tjera, siç thuhet edhe te libri I Hebrejve, ne mund ta studiojmë Biblën dhe të zbulojmë se ajo nuk ka dobi për ne, sepse ne nuk e bashkua me besimin. Shi Hebrejve 4:2. Ne mund të jemi të përpikt në studimin tonë të Biblës dhe të disiplinuar në mësimin përmendsh të saj. E megjithatë, gjatë gjithë kohës refuzojmë ta pranojmë vërtet Mesian për të cilin po lexojmë. Njerëzve të tillë, Jezusi ju ofron fjalë sfiduese. Fjalën e tij nuk e keni duke ndenjur në ju, sepse ju nuk I besoni këtij të cilin e dërgoi ai. Gjoni 5:38. Është kthjelluese të mendosh se edhe kur burrat dhe gratë e vendosin veten në një pozicion për ta marrë parasysh fjalën e Perëndis, ata ende mund të refuzojnë të vinë te Jezusi, dhënësi dhe mbajtësi I jetës. Prej natyre, ne I mbyllim veshët me gishta për të mos e dëgjuar zërin e Perëndis. Prej natyre, në shkrim na thuhet: nuk ka asnjë që kërkon Perëndin. Romakëve 3:11. Megjithatë, siç shkruan edhe një autor, edhe pse nuk ka jetë në vetë shkrimet, nëse I ndjekim atje ku na çojnë, ato do të na sjellin tek ai dhe kështu ne gjejmë jetë, jo në shkrimet e shenjta, por në të nëpërmjet tyre. Fjala e Perëndis në shkrim dhe fjala e Perëndis e mishëruar janë të ndërthurura me frymën që e sjell fjalën e Perëndis te njerëzit, që ata të mund të takohen me Krishtin dhe ta njohin atë. Apo mbani në mendje pjesë të Biblës pa I bashkuar ato me njëra tjetrën dhe pastaj tërhiqeni prapa për të parë figurën e bukur të Jezusit me krahët e shtrirë, gati për t'i shpëtuar ata që do të vinë tek ai me pendim dhe besim? A do ta kombinosh njohurinë tënde për fjalën e Perëndis me besimin e vërtetë, në mënyrë që t'i shmangesh grackës së të diturit shumë për fjalën, pa e njohur kurrë fjalën? A do të vish çdo ditë fjala e Perëndis duke pritur të takohesh me Jezusin, ndërsa fryma e tij vepron nëpërmjet fjalës së tij? Le të jemi ne ata që I bëjnë jehon profetit Samuel ndërsa hapim fjalën e Perëndis. Fol, sepse shërbëtori yt të dëgjon. 1 Samuelit 3:10.